Ndoqëm dhe një mini biografi, sepse besoj që për të folur për të gjithë karrierën Adrian Azirit do duhej një emisionet të gjata në fakt, nuk do t'jetë e mjaftueshme, megjithatë, ne edhe në studio do të mundohemi që t'i përmbledhim pak a shumë disa pika kryesore. Tashmë e kam Adrianin në studio. Adrian, përshëndetje, mirë se erdhe, shumë kënaqësi të të kem. Faleminderit. Përshëndetje edhe juve, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që erdhe. Ndjehem rehat, si në shtëpinë time, për arsye se ka vite, shumë vite, që bashkëpunojnë me televizionin Alsat, kështu që asnjëherë nuk hezitoj edhe nuk nguroj që të jem pjesë e çfarëdo lloji emisioni që më thrasin. Edhe përkundër kohës shumë që e kam shumë të ngushtë dhe jam i zanë, po gjithmonë për televizionin Alsat mundohem që të gjej kohë dhe hapësirë që të jem dispozicion për emisionet e juaja. Shumë faleminderit, e vlerësojmë shumë. E dim që me të vërtetë është ngarkesë sigurisht sepse gjithë kohës je në lëvizje, i angazhuar, megjithatë unë jam e lumtur që sot ndave pak kohë për të qenë pikërisht këtu. Dua që të flasim për të gjithë rrugtimin tënd. Nuk e di që nuk do mundemi ta përmbledhim gjithë rrugtimin tënd sepse ke qenë shumë i angazhuar, domethënë karriera jote është shumë e gjatë, po që do t'i përmbledhim në disa pika dhe dua që pak a shumë të flasim edhe për te atyre roleve, pra për te asaj punës, sakrificat, lodhja që është, sepse shpesh ju shohin, u knaqet ju aktorët, ju jeni bërë të famshëm, po nuk e shohin mbase njerëzit edhe atë punën për kushtimin që bëhet në prapaskenj, kështu që do doja që të fokusohemi te ajo. Megjithatë, dua që të fillojmë nga fëmijëria jote, fillimisht në fakt pa të të pyetur se si ka qenë fëmijëria jote, pa dalë ende te ajo pyetja, do doja të të pyes nëse sot Adriani i vogël të sheh sot në studio këtu, qoftë në skenë në teatr, qoftë në film. Çfarë do t'i thoshte këtij Adrianit të madh, ai Adriani i vogël? T'ju them drejtën, atij Adrianit vogël mund t'i them se ka pas drejt kur ka qenë i vogël, se ka pas një falëndjesie për të ardhmen, se do të arrijë në pozicionin ku jam tash i dua shkaku i thjeshtësisë, modestisë time, ta potencoj këtë se falë Zotit, falë bashkëpunëtorëve të mi, njerëzit cilët më duan dhe më përkrajnë këtë sferë, kam arritur në një pikë ku jam i njohur në për mediume, në për televizionet ndryshme, në për teatro, me pjesëmarrjen time në për filma, në për seriale. Dua t'i them atij Adrianit vogël se ka pas shumë drejt, dhe shumë e vërtet që nga fëmijëria e ndjeja atë, do me thënë ishte reciproke me njerëzit cilët më rrethonin dhe më thonin se Adrian ti ke diçka të veçantë, ti duhet të bëhesh aktor, ti duhet të jesh njeri i skenës, ti na kënaq neve, ti na bën me humor, e kështu me radhë. Para se të zhvillojmë bisedën, unë do të thënë si lajmërim ku prezantova atë ndjesinë time me pjesëmarrjen time në televizion, unë patjetër dua t'i përshëndes edhe pjesën e realizimit të emisioneve të Alsatit, cilët gjithmonë janë në background dhe ndoshta pak më rrallë dhe ato potencojnë, për shembull si Agronin që është pjesa e teknikës aty në pjesën e Agron Sejdiu, e blerimi, e qazimi, e Sela, dua gjithë t'i përshëndes, të cilët me të vërtet bëjnë një punë të mrekullueshme prapa skenave, gjithashtu edhe kamermanët, tu edhe tonisti, nuk ka di gjithëve emrat, po me këta me cilët kam pasur mundësinë që bashkëpunoj dhe të kemi një farë komunikimi për kafe, që kemi pasur rastin, jo që me këta tjerët nuk dua. Sinqerisht dua një përshëndetje shumë të madhe deri te kjo teknik, pjesa teknike të cilët se di e bëjnë të mundur që ne të jemi këtu, të jemi edhe shikuesit të na ndjekin e kështu me radhë. Shumë e vërtet në fakt edhe shumë mirë që potencove, sepse me të vërtet duhet një staf i tërë për ta bërë këtë, nuk jemi vetëm ne, nuk jam vetëm unë dhe mysafiri, po është një staf i tërë. Dua ta di se prapa kësaj që ndrojnë një grumbull njerëzish. Dhe jam duke dëgjuar shumë me kujdesa nga regjia me sa i shoh. Kështu që po, patjetër që po duhet. Më fal për këtë digresion të vogël, po e kisha patjetër edhe besom që në shumë emisione dua të potencoj, po megjithatë këtu e kam si borxh ta them këtë, sepse po marr pjesë në për emisionet e ndryshme, po unë tani jam si them laik në atë drejtim se kush është aty i punësuar e kush janë njerëzit nuk i njoh konkretisht, kështu që mu më takon këtu si shtëpia ime, që pak edhe një lëvdat për ata persona. Nëse të themi prapë në temë, do me thënë të Adriani vogël, siç potencova, ka qenë reciproke ajo energjia me njerëzit të cilët nga rrethuar atëherë ma kanë dhënë atë energji që unë ta zhvilloj atë vetbesimin tim për të ardhmen dhe ja, për momentin jemi këtu ku jemi, flasim për karrierën time,
për të arriturat e mia kështu me radhë. Nëse ke ndonjë pyetje konkrete që dalin temë. A ka qenë gjithmonë kjo që ke dashur aktrimin apo si i vogël nëse? Ju them drejtën, para publikut, për të prezantuar para publikut, unë e kam shumë më herët, si të themi, e kam thyr atë virgjërin të dalurit në skenë para publikut që në klasën e 4 në shkollë fillore, sepse atëherë u regjistrohesh në shkollën e ulët të muzikës, fillimisht në klasën e parë në solfesh, ku mësonin bazat dhe njohuritë e para të muzikës, siç janë notat, çelësi, e kështu me radhë, diagramin, pentagramin, edhe pastaj vazhdova 4 vite të tjera konkretisht për studimin e instrumentit të fisharmonikës, ku edhe çdo fund vit ne kishim edhe koncerte, natyrisht përballja me publikun ishte ajo gjendja ime emocionale ku unë shumë më herët kisha fatin që e theva atë barierë, për arsye se është vështirë. Domethënë para çdo premiere, para çdo shfaqje para publikut, aktori në përgjithësi e ka atë anktin edhe atë tremën që i themi, paraqitja para publikut, dhe në përgjithësi si konkluzion mund të them për tremën, domethënë është përgjithësi e aktorit e cila duhet t'i qëndroj ballë asaj përgjithësie që mos ta zhgënjej publikun, ta zhgënjej vetveten, kolegët e vet që e rrethojnë, kështu me radhë. Se kanë ndihmuar, besoj ato koncertet, ato daljet në publik, sigurisht që të kanë ndihmuar pastaj edhe për në teatr. Di që sigurisht ti edhe talentin edhe për muzikë, përveç se ka mbaruar shkollën, ke talent edhe për të kënduar, sepse mendoj që ka ardhur edhe si trashëgimi, duke qenë se ti vjen nga një familje artistësh, kështu që ka ardhur edhe si trashëgimi. Ke menduar që ta vazhdosh ndonjëherë në ndonjë pikë mbase të thuash që po i lë teatrin, po vazhdoj me muzikën, me këngë? T'ju them drejtë, nuk kam pasur shumë guxim ta marr rrugën e muzikës për arsye të thyerjes së shumë kodeve artistike në aspektin muzikor, do të them konkretisht me paraqitjen e frymës së shundit në shoqërinë tonë. Unë personalisht nuk pata guxim që të marr rrugën e këndimit, edhe pse kam pasur shumë të lehtë për arsye se natyrisht e kam trashëguar me gjenetikisht nga prindi. Ja që motra ime, Anita Azire, publiku besoj që shumica edhe e njohin, Anita Azirin, ajo kishte më guxim se unë që të drejtohet dhe referencat t'i ketë pikërisht në sferën e muzikës, edhe pse në fillimet e saj atë para ajo e kishte shumë vështirë, sepse zhanrin që zgjodhi ishte pak më klasik, shkoi në stilin e jazzit, në gjuhë shqipe, edhe ishte si një ndër nisëmtarët e para të këtij zhanri në Maqedoni. Edhe ajo po ecë përpara, mbasi edhe po e theksuam emrin e saj tani, dua publikut t'ju jap një informacië me datë 29 maj, ditën e premte, në Pallatin e Kulturës në Tetov, në orën 19:30, ajo do ta ketë koncertin e dytë të radhës, koncertin solistik, dhe i ftoj të gjithë dashamirët e muzikës mirëfillt shqipe që të vinë të jenë prezent aty edhe ta ndjekin koncertin. Kështu që në kuptimin koncerti i dytë, sepse vitin e kaluar ishte i pari dhe këtë vit është i dyti. Po, në fakt edhe kishte një koncert tepër të bukur, kështu që ato të cilët mbase nuk kishin mundësi ta shikojnë të jenë pjesë e koncertit vitin e kaluar, tashmë kanë mundësinë për të parë një koncert tjetër të Anitës. Po, me performancë me siguri edhe më të bujshme dhe më të mirë, sepse gjithmonë e mira nuk ka fund, siç e dim. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Adrian, unë e thash pak më herët që pra paskenat e aktrimit, pra profesionit të aktrimit, sigurisht që janë të vështira, ju keni ditë të tëra të lodhje që nuk ndaloni me prova, me gjëra, sigurisht pastaj është ai presioni, sidomos kur bëhet fjalë për teatr, por gjithashtu edhe për film serial. Ka ndodhur, ka pasur ndonjë moment të paktën në fillimet e tua, se më pas më u bë kështu, për ty nuk ishte më problem, po të paktën në fillimet e tua, ka pas një moment që pasi ka mbaruar një skenë, një shfaqje, ke thënë që okej, nuk e di a ja vlen që të sakrifikoj kaq shumë, të lodhem kaq shumë? Jo, momente të tilla nuk kam pasur, bile jam shumë i sfiduar për të kaluar rësime që të shkoj edhe më tutje për hulumtime në zhvillimin e aspektit artistik për mua personalisht, kurse sa i përket pengesave, problemeve, në qoftë se kthehemi retrospektiv për të kaluar, pikërisht me pyetjen që e parashtruat,
ndoshta në vazhdimsi do të më kujtohet në një skenë më e saktë, por jam mbrëm dje, në fakt mbrëm, po kisha rastin, kemi filluar me xhirimin e një seriali të ri që është sitcom, do të jetë për rrjetet sociale, bëhet fjalë për 52 epizode, dhe kryesisht do të luajnë në rrjetet sociale në Instagram, Facebook, TikTok e kështu me radhë. Dhe dje kishim kishim një skenë xhirimi për rreth lumit tek që është në dalje të Shkupit në Saraj, restoranti mrekullueshëm. I përshëndes, tash më fal pak një digresion i vogël, sinqerisht i përshëndes dy pronarët. Po nuk jo reklama, po sinqerisht dua të them ajo mbresa që ata dy persona që e mban atë lokal, çfarë përshtypje na kanë lënë, jo mua, ndjem krenar sepse para njerëzve që ishin ekipit tim aty e dëshmuan se sa profesionist janë në atë sferë, nëse të kalojnë temë. Kishim një rast ku ne xhironim dhe dje sikur tha hera e parë na ndodh neve që shtrati i lumit mbushet aq shumë me ujë dhe të kaloj aty te pjesa ku ne xhironim. Edhe sikur than, ej, kjo pse na ndodh kështu, kjo ndonjë shenjë. Jo, more thash, uji është ajo, është bereqet, është për të mirë. Edhe vazhdom ashtu siç është uji, nuk e ndalëm skenën. Po. Me siguri shumica e njerëzve dhe e din pjesën aty ku është si punë plazhi. Edhe uji filloi të hynte aty, bile kisha një skenë ku unë duhet përkulem aty para personazhit tjetër, mos t'i zbuloj detajet sepse do vinë së shpejti besoj apo. Do të kenë çka do të shohin. Po, shumë shpejt pas disa javëve do të kemi edhe premierë edhe një kronik paralajmëruese për këtë serial. A ke ndonjë rol? Po, jam protagonisti kryesor, do të jem në të gjitha epizodet, 52 epizode, do të ketë shumë influencer aty të inkuadruar, do të ketë aktor për arsye qëllimi është të shprehen fenomenet të cilat ndodhin në shoqërinë tonë, dhe pikërisht influencerët do jenë të inkuadruar sepse e dim kohën e fundit influencerët po e kanë zaptuar tregun e rrjeteve sociale dhe ato do të na ndihmojnë neve që më tepër dhe më lirë t'i ekspozojmë fenomenet shoqërore që ndodhin tek ne. Gjithsesi nuk anashkalohet pjesëmarrja e aktorëve. Do të thonë më shumë do të ketë aktorë dhe aktore të gjitha nacionaliteteve, do të ketë shqiptar, maqedonas, turq, rom e kështu me radhë. Dhe gjithmonë kur do të jetë në gjuhën konkrete çka do të luhet, do të ketë edhe përkthime, që të kenë mundësi titra, do të ketë që titra, faleminderit për korrigjimin, që të kenë mundësi të gjithë shikuesit ta ndjekin dhe të kënaqen na çka ne do ta ofrojmë. Do të jetë projekt shumë i bukur. Pra do të jetë për një multietnik, le të themi, një projekt multietnik në një farë mënyrë, gjë që ne kemi nevojë për këto. Po, nuk është qëllimi, nuk aludojmë ne tek ajo si projekt multietnik, po vetë fakti që ne këtu është shtet multietnik këtu dhe ti tani që të servosh diçka ti si artist dhe qoftë të lavdërosh diçka apo të shajsh e ke patjetër në të gjitha gjuhët e komuniteteve që jetojnë këtu, që ta kuptojnë gjithë, se diçka do të bësh në qoftë se e ke target vetëm një grup të njerëzve. Do të thonë ti atëherë nuk bën progres, nuk arrin asgjë, nuk arrin bësh ndryshim dhe revolucion në qoftë se e ke atë mlepin për ta shfaqur nëpërmjet serialeve, epizodeve të cilat i bëjmë. Dhe pikërisht, jo rastisht do të thonë i bëjmë për rrjetet sociale, sepse e dim se sa kohën e fundit njerëzit ndjekin televizionet, ndjekin filma për fat keq. Tani kjo bota e rrjeteve sociale me celularët e ka ngulfat pak mediumin, po shpresoj se ka metoda dhe mënyrat që mund të arrihet edhe të kthehet ajo. Gjithsesi jam shumë i kënaqur që tani kinemati shoh se janë shumë aktive edhe premierat e filmave bëhen me galla mbrëmje dhe njerëzit, do të thonë, përcjellin filma. Është gjetur mënyra në një farë mënyrë edhe për të tërhequr njerëzit edhe për në kinema dhe shpresojmë shumë shpejt edhe për teatro, edhe pse mbase nuk jemi aq keq, por megjithatë duhet punohet edhe në këtë drejtim. Është gjë shumë e bukur kjo që sapo the që duhet, janë disa gjëra në serialin që po përgatitni, janë disa gjëra që duhet të dëgjohen në të gjitha gjuhët dhe është e bukur kur arti e bën atë që politika mbase nuk arrit ta bëj. Pikërisht, nuk dua të hyj aty në pjesën e politikës sepse edhe ato e kanë punën e vet. Sigurisht. Mandej në atë drejtim, unë personalisht si aktor, si artist, ta quaj veten, jam laik pak jam laik në shumë
dimensione, do me thënë, pak më të largëta, unë e njoh bazën e politikës dhe kam shumë miq në të gjitha partitë dhe mundohem që t'i mbaj raportet me gjitha, do me thënë, raportet normale, njerëzore, si relacion politikan e aktor, dhe jo më larg. Dhe natyrisht kur bëhet fjalë për ndonjë platformë kombëtare, unë jam i gatshëm cilës do parti, do me thënë, politike t'ulem të dëgjoj, të mësoj, ose e kundërta në sjelltas. Po më larg nuk do kisha pasur dëshirë që të vazhdoj, që të etiketohem, sepse në një farë forme unë jam politikani në profesionin tim. Po, sigurisht. Të ka ndodhur që ti jesh edhe politikan në profesionin tënd, apo të luash në një rol të politikanëve? Kisha rastin tani njëjtë në një format të serialit njëjtë sikur ky që e përgatisim për serialin Çarshia. Njëjtë ishte projekti që ashtu multietnik dhe kjo tash që e bëjmë ne është ka ndodhur si them rastësisht, nuk ka të bëjë me formë kopje ose diçka, sepse është krejtësisht diçka tjetër. Po, aty e kisha rolin e një politikani, besoj se ato që e kanë pa dhe e din për çka e kanë fjalën, dhe aty njëjtë e kisha punën e mlefit, se unë u dorëzova për gjitha torturave që i kisha dhe kërkesave që i kishin qytetarët, dhe unë nuk mund të arrija që t'i realizoj, dhe fundja thash do t'jap dorëheqje dhe do t'dal nga ana juaj ta shoh se prej perspektivës të qytetarëve se si është pozita e politikanit. A ishë interesant që mua, sa mirë kam folë. Shumë mirë, si gjithmonë, ashtu, edhe pa filtra. Po. Shumë interesante ke atë ndarjen pastaj direkte, thua dhe në fund ishte interesant kjo. I angazhuar, shumë i angazhuar, ja si duket edhe do vazhdojsh, edhe ne do vazhdojmë të qohim në projekte të ndryshme. Do me thanë, përveç se shumë i angazhuar, po thuaj se në të gjitha shfaqjet teatrale, në të gjitha serialet, në të gjitha filmat, je në fakt ke edhe rol protagonist në shumicën e tyre, që është një angazhim edhe më i madh, le të themi. Cilat janë sakrificat që ke bërë ti si Adrian, si person, pikërisht për t'i arrit t'i mbrish gjitha këto, t'i bësh gjitha këto, sepse besoj donë sakrificë, mendoj që mund të ketë momente, situata ku Adriani si njeri lihet në vend të dytë dhe Adriani si aktor duhet jetë ai i pari që dalë. Dëgjoj, sakrifica për artin në shumtën e rasteve më ka bërë, ta themi kushtimisht në thojza edhe dëm në aspektin e relacionit me familjen, sepse për kushtimin në profesionin ad hoc, pa vetë dije ty të largon nga familja, sepse ti do të krijosh diçka tjetër dhe po shqyr, më thënë, jam me fat që atë mirë kuptim në familje e kam pas në të shumtën e rasteve, me përjashtim të rasteve ku vërtet ka pasur nevojë që unë të jem më shumë prezent aty fizikisht në familje, dhe kështu që është dashur që ndonjë prej projekteve o ta anashkaloj, o ta prolongoj, kështu me radhë. Tani për momentin jam bërë babë për s'dyti, ka 2 muaj që më lindi një djalë. Shumë urime. Edhe faleminderit. Dhe sinqerisht jam në një fazë shumë të vështirë ku fluksi i madh i projekteve të cilat më kanë kapluar për momentin pak më frenojnë, që unë të mundem të vazhdoj dhe të mundem të zhvilloj të gjitha ato angazhime dhe ato punë, për arsye se vërtet duhet pak përkushtime edhe në familje, sepse natyrisht në qofse në një shoqëri, në një bashkësi martësore, në qofse nuk ka kimi ndërmjet 2 partnerëve, atëherë nuk e dim se produkti të cilin ne kemi të përbashkët se si do të zhvillohet atëherë me edukatë dhe me mirëqenje, me arsimim, me shkollim, kështu me radhë. Kështu që aty e kam pak atë pengesën e vogël që është një sfidë shumë e madhe për mua, ai kufiri, ta bësh këtë apo ta bësh këtë tjetrën. Dhe aty është ai kundërshtimi ndërmjet asaj emocionales dhe atij pasioni, që pasionin e kam normal dhe ambicjet në profesion, kurse kjo tjetra është më e domosdoshme. Si të themi, familja është ajo e shenjta. Duhet sakrifica, duhet të bërë duhet sakrifica dhe këtu duhet gjendet ai momenti i digresionit për mirë kuptim ndërmjet partnerëve në familje për të shkuar më tutje apo të tërhiqesh dhe njëherë pozicionohesh, strëhohesh aty ku
ku e ke edhe ndoshta mbështetjen më të madhe, se sinqeriteti më i madh se në familje nuk mund të ekzistojë jashtë derës familjes. Sigurisht. Edhe këtë më duket shumë mirë, thash. Shumë bukur kështu e qëndise. Besoj që sigurisht mbështetja pas atyre çmimeve në fakt që ke marrë, që ke çuar në shtëpi, sigurisht që është edhe merita e mbështetjes së bashkëshortes tënde, kështu që mos i merr meritat vetëm vetë. Patjetër, po. Të flasim pak për serialin Prespav, një serial në fakt që janë bërë 10 vite që filloi, domethënë epizodet e para. Po, fatkeqësisht ai serial pati një përfundim të papritur për gjithë neve, arsyet konkrete unë personalisht nuk i di, me shpresë se këtë vit ka mundësi që të vazhdohet me sezonin e 8, arritëm deri në 7 sezone. Ishte një serial ku mua më dha një shtytje në aspektin artistik në publikun më të gjerë, në kuptimin që folja edhe ma herët për multietniken, sepse po, natyrisht, unë kam qenë i njohur te publiku i shqiptarëve, me disa projekte po edhe jashtë kufive, jashtë Kosovës edhe Shqipërisë, po, sepse para disa viteve kisha një angazhim edhe në Serbi me një serial shumë të njohur, Besa, që besoj që shumica e shikuesve edhe e kam përcjellur atë serial. Dhe paraprakisht kjo ishte një ndër ato, si them, ato shtytjet e mia në aspektin profesional, ku unë fillova të bëhem edhe më i njohur në Maqedoni, dhe pas asaj mandej filluan edhe kërkesat për projekte tjera. Ja tani aktualisht njëjtë, po jam duke marrë pjesë në një serial në Serbi, ku xhirimet zhvillohen në Beograd, në regji të regjisorit Miloš Avramović, një aktor ambicios, i ri, shumë i njohur në Maqedoni për momentin, në Serbi, më fal. Edhe kjo, më shumë detaje nuk mund të zbuloj. Por që na presin shumë gjërat që do shohim në fakt edhe nga ty me sa duket. Jemi nga Maqedonia, jemi 4 aktor. Deri këtu kam të drejtë të zbuloj, është Gjevdet Jashari, është Eldin Shiroki edhe Jordan Simonov. Jemi ne nga Maqedonia, të cilët marrim pjesë në serialin në Beograd, i cili shpresoj se do të filloj të transmetohet në vitin 2027, sepse ka një odiseat shumë të madhe deri në përfundim të realizimit. Bëhet fjalë për 8 epizode, më duket, ose 10, mos gabohem. Shumë gjë e bukur kur shohim aktorët shqiptarë që dalin për te kufive, sigurisht. Po. Me shpresë se do të dalim edhe më larg. Është një projekt tjetër e kam pending, i cili është veç se i xhiruar pilot epizodet janë të xhiruara në Shqipëri, me produksionin Lisus Media, të udhëhequr nga Andamion Murataj, i cili kohë gjatër ka jetuar dhe vepruar në Los Angeles. Për momentin gjendet në Tiranë. Jam shumë i lumtur që takova një njerëz si ai, dhe krahas saj ne kishim një farë bashkëdyzimi me të, ku ne edhe arritëm në një pikë edhe bashkëpunuam, dhe pas kësaj neve rruga, do me thënë, mund të na ngjitet deri në Netflix me një projekt shumë të madh. Bëhet fjalë për serialin Qeta Ballkanika. Një prej pilot epizodeve është në YouTube. Predispozitat janë që të bëhen 10 epizode, dhe formati të jetë i njëjtë sikur stili Monty Python të Terry Gilliam, një prej skenaristëve që ka qenë. Edhe shpresojmë që ai projekt do të vazhdojë. Ne jemi në proces të kërkimit të bashkëpunëtorëve, të njerëzve të cilët janë në gjithë Ballkanin, sepse ideja është që të bëhet Monty Python ballkanik, prandaj dhe quhet Qeta Ballkanika. Kjo është një risi për shikuesit të cilën më herët ka edhe që e kam parë, edhe e din si informacion, por shkaku i rrugtimit të konkretisht ideatorit Andamion Murataj me profesionin e tij kishte disa xhirime të cilat nuk kishte mundësi që t'i prolongoj, u prolongua pikërisht kjo punë, e cila po ashtu është shumë e madhe, dhe shpresoj se ne këtë rrugtim do ta vazhdojmë së shpejti. Dhe do të arrijmë te ajo pikë ku ne do të xhirojmë serial i cili është me një farë para marrëveshje që filmi të transmetohet në Netflix. Shpresojmë shumë që së shpejti t'ju shohim pikërisht edhe në ekranin, le të themi, atë të Netflix, pse jo. Adrian, ka role, mendoj unë, që
janë role të cilat mbesin në skenën e teatrit, ose qoftë edhe në setin e gjyrimit, le të themi, po ka besoj edhe role që i merr edhe me vete. Qoftë si publiku, si u sheh, sepse ndonjëherë ju identifikojnë me ndonjë rol të caktuar. Cili ka qenë një rol që për ty ka hyrë në lëkurën tënde, që mbase edhe njerëzit të kanë identifikuar, besoj që një prej roleve është edhe Naimi, pikërisht, që në Prespaf, që mbase njerëzit të identifikojnë kur të shohin shi Naimi, po edhe një rol që ti mbase për vete e ke ndjerë pak më tepër dhe të ka hyrë në lëkurë. Po, mbasi e potencuat konkretisht personazhin, rolin e Naimit, ju them drejtën përpos punës profesionale që bëj unë për momentin, zhvilloj edhe disa biznese private, me cilat biznese kur njerëzit më takojnë tani si dashamiri tyre, si fani tyre, kur më takojnë edhe thonë, ja, nuk ka mundësi, si është e mundur që ti të njëjtin proces që ti na ekspozon, na tregon në televizion, ti edhe në jetën private, edhe është shumë interesante, ajo se si njerëzit, më kupton, pavarësisht çfarë produkti ti ju ofron kur e shohin ato se një aktor të cilin e duan edhe e respektojnë edhe e pranojnë pa problem. Konkretisht bëhet fjalë për një limonad që jam si krahu i djathtë i pronarit Recep Ismailit. Jam krahu i djathtë i tij dhe unë mundohem që në Maqedoninë lindore ta shpërndaj këtë pije dhe na ka ecur shumë mirë. Sa mirë ta lidha edhe me pyetjen edhe edhe e gjej veten, t'ju them drejtën, me biznese, sepse këtu ky personazh është i cili edhe përkundër ngatresave që i bën këtu në hotel, sepse bot kuptimin e këtij nuk mund ta perceptojmë personazhet tjerë të cilët luajnë në këtë serial dhe për atë arsye është edhe sitcom dhe harin në keq kuptime, ku ato keq kuptime zhvillojnë situata shumë të bukura, prandaj edhe se di, arriti sukses. Sukses arriti ky sitcom. Edhe kjo do me thëmë personazhi që është, se di, ndoshta në natyrën private shumë i përafërt me këtë në aspektin që unë në një farë mënyre mundohem të bëj edhe punë tjera, do me thëmë tregti të bezla profitabile, të cilat më ndihmojnë dhe stimulojnë për të pasur një mbështetje financiare më të mirë, se e dim se gjithë luftojmë dhe mundohemi dhe sakrifikojmë që të kemi pak një comfort zone pak më të mirë financiare. Po, sigurisht. Sigurisht, pra është një rol i cili ka qenë pak a shumë i përafërt edhe me karakterin tënd, mbase edhe prandaj edhe njerëzit gjatë gjithë kohës, domethënë sepse unë duke e ndjekur pak a shumë edhe serialin, pash që kishte komente që Naimi, Adriani është i njëjti, domethënë nuk mundemi të bëjmë dallim. Si ka qenë për ty gjithë ky serial, sepse vite është sigurisht vite është xhiruar, besoj? Jo, në praktik një sezon xhirohej për një muaj, sepse punonim një muaj deri në 40 ditë, sepse punonim çdo episod xhirohej për një ditë. Ka qenë intenziv, pra? Po, intenziv, xhirim intenziv dhe sa një ditë xhirimi sa është me platformën, me ligjin e Maqedonisë për xhirimin, për ditë xhirimit, 12 orësh, dhe ne mundoheshim që brenda ditës ne realizonim një epizod. Me përjashtim të ndonjë skene që nuk arrije të bëj, ku kishim pak më hapësirë, ku ishte epizodi pak më lehtë i realizuar për shkakun e lokacioneve, edhe pse bëjnë studio, po gjithsesi ke hapësira të ndryshme ku duhet bëhet dhe xhirohet, dhe atëherë kompenzonim në ditën tjetër të xhirimit. Përvojë shumë e mirë te ky film, jam njoftuar me aktorë me të cilët ajo shoqëri na ka vazhduar edhe më tutje, aktor fantastik, aktor të mirë. Ka pas dhe humor, sigurisht keni sjellë te publiku edhe komedi dhe humor shumë interesant. Adrian, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, pas publicitetit ne do vazhdojmë sigurisht edhe me disa pika të tjera, por kemi edhe surpriza për ty, ashtu siç bëjmë gjithmonë edhe me mysafirët, kështu që shkëputemi për pak. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të çadroj këtu me Adrian Azirin, aktorin me të cilin flasim sigurisht për rrugtimin e tij, dhe siç thash më herët kemi tashmë një surprizë Adrian për ty, sepse unë thash që më herët që nuk mjafton një emision për të folur për të gjitha gjërat, por që u munduam t'i përmbledhim dhe sigurisht duam që këto surpriza her pas here të sjellim për të pas diçka pak më ndryshe, kështu që ka ardhur një letër për ty dhe po e lexoj. I dashuri vëllai im Adrian, nuk e di nëse do të mundem ndonjëherë t'i gjej fjalët perfekte për të përshkruar sa krenare jam për ty. Ndoshta sepse disa ndjenja janë aq të mëdha sa nuk mjaftojnë fjalët për t'i treguar, por sot dua të them nga zemra ato që ndjej për ty. Për shumë njerëz, ti je aktor i talentuar që emocionon me rolet dhe energjinë tënde, por për mua ti je shumë më tepër se kaq.
Ti je vëlla im, njeriu që gjithmonë ka ditur të më bëjë të qesh dhe në ditët më të vështira, ai që ka ditur të jap forcë pa folur shumë, vetëm me praninë e tij. Kam parë nga afër sa shumë ke punuar për ëndrat tua. Kam parë netët e lodhjes, sakrificat, momentet kur nuk ka qenë lehtë, por ti nuk je dorëzuar kurrë. Dhe pikërisht kjo të bën kaq të veçantë. Ti nuk je bërë i suksesshëm vetëm nga talenti, por nga zemra, durimi dhe shpirti yt luftarak. Ajo që admiroj më shumë tek ti është fakti që pavarësisht suksesit, ke mbetur i njëjti Adrian, i thjesht, me zemër të madhe, i afërt me familjen dhe gjithmonë gati për njerëzit që do. Kjo vlen më shumë se çdo famë apo duartrokitje. Ndonjëherë, kur të shoh në ekran, më duket e pabesueshme si ai djali që kam pranë çdo ditë të arrin të prek zemrat e kaq shumë njerëzve. Dhe në ato momente them me vete, ky është vëlla im, dhe zemra më mbushet me krenari. Dua të falenderoj për çdo kujtim, për çdo këshill, për çdo moment që ke qenë aty për mua. Ndoshta nuk ta them shpesh, por prania jote në jetën time është një bekim. Ti ke një dritë të veçantë që i bën njerëzit të ndihen mirë pranë teje dhe besoj se kjo është arsyeja pse njerëzit të duan kaq shumë. Të uroj që rruga jote të bëhet edhe më e bukur, që të arrish çdo ëndër që ke në zemër dhe të mos humbosh kurrë buzëqeshjen dhe shpirtin tënd të mirë, sepse pikërisht ato të bëjnë unik. Dhe mos harro kur, pavarësisht roleve, skenave apo suksesit, roli yt më i bukur për mua do të mbetet gjithmonë ai vëllai tim. Të dua pafund dhe do jem gjithmonë krenare për ty. Me shumë dashuri, motra jote. Po, faleminderit shumë Anita. për këtë fjalë, po. Unë nuk kam më shumë koment, do të them vetë emocioni që po e shfaq tani. I thot të gjitha. I thot të gjitha, po. Faleminderit shumë, ishte surprizë e këndshme kjo. Edhe unë e falenderoj Anitën në fakt, e pak më herët e përmendëm edhe koncertin e saj, kështu që e falenderoj shumë. Megjithatë nuk kemi përfunduar këtu me surprizën, kishim një surprizë nga një familjare sigurisht nga motra jote, por që kemi edhe një surprizë tjetër, nëse ka mundësi regjia dhe video mesazhin ta shfaqim. Përshëndetje Alsati, përshëndetje Ilmije. Unë sot kam nderin përshëndes publikisht një mikun tim, kolegun tim, bashkëqytetarin tim Adrian Aziri, aktorin e madh, njeriun e madh, këngëtarin e madh dhe mbi të gjitha fisnikun e madh që e njoh. Është një aktor, një kolegi imi që pa të cilin teatri do kishte një mungesë. Kam fatin që kam luajt disa herë me të në shfaqje, në filma, dhe përzemërsisht uroj të vazhdoj kështu si ka qenë deri tani. Adrian, je më i miri. Kjo është e para. E dyta, paret e patikave do të bjen bazdarke. A është live të? Jo, është, e ka dërguar videon. E ka dërguar videon dhe nuk nguroj fare në momentin që i thash. Kësa i thonë pështjellim ndjenjash, që më bëhet njerë me atë emocionin, me motrën, tash me Muzbajdin, Qamilin, me Muqin, është e vërtet, kemi bashkëpunuar shumë projekte, po ashtu do t'jetë pjesë e sitcomit, serialit tani që e përgatisim, edhe besoj që në rrugtimin tonë do takohemi edhe në shumë projekte të tjera. Puna e patikave, sepse ju thash më herët ai personazhi i Naimit në serialin Prespa përpos asaj limonadës që ju thash që punoj dhe jam krau i gjatë ati shokut tim Regjepit, punoj edhe me një pjesë tjetër të një brandit amerikan për Blendi Fevziu edhe reklamon ata, është një firmë shumë e njohur, edhe ka fjalën për atë, sepse unë po kryesisht në për shoqëri e kam shpërndajtur atë link, bëhet fjalë për atlete dhe këpuc, ku ndërkohë kam edhe një bagazh shumë të madh të teshave të brendeve shumë të njohura si të cilat më kanë ardhur nga Amerika, po njerëzit pa dinë, nëse do kem dëshirë në Instagram mund ta shohin
Ajo edhe mund të më kontaktojnë mua personalisht të shohin se për çka bëhet fjalë. Mos bëjmë reklam tash. Jo, i bëj vetës time se më jepto musafir tani, po. Unë e falenderoj në fakt shumë muçi se kjo tregon shumë pikërisht nga këto surpriza në fakt ne njohim më shumë edhe për ty dhe lidhjen që ke sigurisht me njerëzit, sepse i kam thirrë sot edhe Anitën edhe Muçin dhe nuk kanë nguruar fare dhe kjo tregon në fakt edhe për afërsinë tuaj. Adrian, duke qenë se jemi krejt në fund, pas gjithë atyre roleve, pas gjithë atyre angazhimeve, çfarë mban sot ende gjallë dashurinë për aktrimin dhe çfarë mban Adrianin, ai Adriani që ka qenë prej në fillim? Po sfidat e ndryshme që më paraqiten tani kam arritur në një stadium ku e kam dëshmuar veten me projekte, domethënë angazhimi, kërkesat e tepërta, domethënë gjithmonë për mua është një sfidë e re, edhe mendoj se çdo herë kam akoma energji, akoma kam çka për të dhënë për publikun tonë. Kështu që do të presim, sigurisht që do presim, ne kemi ende ti rrugtimin do ta vazhdosh, nuk mjaftohesh me kaq. Shumë projekte janë pending, të cilat duhet gjatë këtij viti edhe vitin 2027 ka shumë projekte të cilat duhet të dalin pak nëpër rrjete sociale, nëpër mediume, nëpër televizione. E kështu me radhë. Çfarë është një diçka shumë shkurt, diçka që nuk ka ndryshuar, profesioni yt nuk ka ndryshuar asgjë tek Adriani që ke qenë si person dhe jo si aktor? Nësa e kuptova pyetjen, domethënë në profesion unë gjithmonë kam qenë i përkushtuar apo Jo, domethënë diçka që në profesioni nuk të ka ndryshuar, domethënë ke qenë ky Adriani edhe pasi e bëri famshëm aktor, ti nuk e ke ndryshuar një gjë. Jo, domethënë unë kam s'ke ndryshuar fare. Jo, unë kam kompleks të ndryshoj, domethënë unë nuk jam me teke, me naze e kështu me radhë. Ja, si që nuk të ka ndryshuar fama? Absolutisht, ja, si që ceka edhe më herët për projektin Mbrëm që xhiruam, ne te kaluam atë limitin e orarit prej 12 orësh dhe unë nuk jam tipi llastuar që tani për shkak edhe në qoftë se do duhet të vonoheshim edhe 1 orë e gjysmë apo 2, edhe tani ta ndërprej xhirimin e kështu me radhë, se ka edhe raste të tilla ku sipas etikës dhe estetikës profesionale ndoshta edhe takon ta bësh atë, por unë t'ju them drejtën nuk jam i llastuar në këtë drejtim edhe përpos edhe kësaj famës tjetër, po, u shoqërohem me çdo njeri, unë tham përgjigjem telefonata, përgjigjem në porosi, mundohem jam human edhe ndihmoj ku ka hapësirë. Në kuptimin jam shumë social, edhe jam shumë human edhe shumë, domethënë jam bashkëpunëtor edhe qoftë edhe me familjen, qoftë me njerëzit që janë të sferës profesionit tim apo nga fëmijëria që i njoh e kështu me radhë. Domethënë jam njeri që ecë për toke. Dhe pikërisht edhe ato fjalët në fakt që i tha edhe Anita, këto sigurisht që të kanë bërë edhe të ecësh më tej. Adrian, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë, sepse i erdhi fundi i emisionit, ti e din se si funksionojnë në fakt edhe minutazhet televizive, kështu që unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit edhe që i ndave edhe me ne edhe disa gjëra në fakt edhe projektet e tua të ardhshme, por edhe emocionet që tregove pikërisht në studio. Faleminderit shumë që për surprizat sidomos që mi bët. Ma shtuat akoma, do me thënë që nga fëmijëria atë shtimin e vetëbesimit, do me thënë ju më tani një vetëbesimit e pak më të madh me prezencën e motërsime si familjare ime dhe kolegu tim Muzbajdin Qamilit. E përshëndes Muçin me gjithë familjen e tij, gjithë e kështu me radhë. Stafin teknik që e potencuam, shpresoj që jemi përsëri në emisione kështu bukura, sikur emisioni juaj. Faleminderit shumë, shumë kënaqësi për mua.